outfit of the day. Kemi palton, jaketa vintage, bluz lana Massimo Dutti, pantallona vintage, rrypi I gruas. Se nuk e përdor, po m'pëlqen si stil. Edhe kush e di që është rip femrash, asnjë. Harrova Tom Ford. Prit do marr New Balance. Përshëndetje, vlogmas dita numër 9. Outfit im është I thjesht sepse është I përshtatur me vendin e të cilin do shkoj. Sot është pushim, çdo gjë është mbyllur, supermarkete, kafet, njëran tjetrën. Por ka një car boot sale me të përdorurat. E dini fiksimin tim me të përdorurat. Ndihem sikur shkoj të kërkoj thesari. Shkojmë të bëjmë një xhiro ande. Faktikisht kur kishim folur me Klajdin e duke qenë që kishte 3 ditë pushim, kishim thënë mos shkonim ose në Trentino, te Christmas Markets, ose në Firenze, se edhe në Firenze kanë bërë Christmas Markets aty te qendra. Por tani që nuk është mirë, edhe nesër niset për Napoli, nuk mundemi të shkojmë kaq larg, edhe pse ata desha të bëj. Plus, nuk e di po I keni parë që në Trentino kanë një traditën e tyre me Krampus. Shu quhen këto kreaturat, le të themi. Krampus vinë në Krishtlindje dhe marrin fëmijët e vegjël. Është pak friki si tradit, po ta mendosh. Ka njerëz që vishen si Krampus edhe dalën në rrugë, bëjnë paradë, rafën njerëz. Por është diçka shumë ndryshe nga ajo që jemi mësuar neve me babagjyshin, me elfs, me dhuratat. Edhe jam shumë kurioze të shkoj të shoh Krampus. Nuk e di pse, por diçka më tërheq. Mbasi që është e re dhe desha të shkonim në Trentino apo stafat për të parë këto paradat me Krampus. Por mbasi ngjilet për një herë tjetër. Let's go to the car boot sale. Veshëm pallton, nuk kam bërë fokus te outfitim, se vërtet është që desha të hyj të bëj një dush. Kur jam e palar edhe ndihem e palar, nuk kam oreks as të rregullohem, as të pispillosem tepër, as të mendoj outfite. Do thjesht të jem e ngrohtë. Neve ndrojmë rroba me njëri tjetrin. Kjo nuk është imja, është e Klajdit. Po se mos duhet ta marr edhe këtë, e ta fus kështu brenda që mos kem ftohtë. Kjo pjesa këtu e qafës, do marrë dorashka. E gjithë vendi është rrëmuj, duhet të sistemoj kur të kthehem se dje siç erdhëm bleva gjërat I lash këtu të gjitha, ula editova. Nuk kam mbaruar as kafen time. Duhet të blej një nga ato gotat që mbyllen nga lart edhe I merr me vete kudo që shkon. Ka espresso apo stafat nga ato, edhe te Black Friday pyeta, po thash ku do e përdor unë, s'do I marr kur me vete. Ja, që sot për shembull do e merrja me vete. Të paktën sot ka pak diell edhe do marrëm vitaminën D, që na mungon kaq shumë këtu. Unë këto car boot sale I kam lidhur te truri im me Anglinë. Nuk e di pse. Do njëra nga ju që jeton në Angli të më thotë, të më sqaroj, po aty bëjnë shpesh këto car boot sale, edhe mbas unë I kam parë nëpër filma, nëpër seriale dhe kam lidhur me atë gjën, apo është thjesht te koka ime? Shiko, e kuqe, më pëlqen kjo. Këto janë çmimet që unë në përgjithësi dua. Sa cute janë këto këtu. Thjesht nuk e kuptoj për çfarë janë. Kjo llamba këtu për shembull është shumë e bukur. Nuk I shkon shtëpisë time, po si llambë është shumë stili im. Drift gods nuk ishin me mua sot sepse nuk gjeta kush e di çfarë. Por edhe kjo është pjesë e lojës. Njëherë humbe, njëherë fiton. Duket sikur jam bërë bizozgjesh e madh me këto që po them. Bizozgjesh. Nuk e di, është një fjalë që krijova. Visibility. Dhe tani mua po më hahet ekstrem shumë bukur se nuk kam grenazje në mëngjes as në biskotkë, e po më bën stomak grr. Edhe kam këtu një javë që dua të ham mak. Më shfiksuar në kokë, dua të ham McDonald's që të heq fiksimin. Shallin e Klajdit e mora, e futa në çantë këtu ngeli. Shqyr zotit nuk munda sot, nuk bente aq ftohtë. Sinanai. Të marrë edhe një akullore. Salve, volevo 2 McChicken menu medi, nxirri leftat më. Leftat të nxjerr. Ciao. McDonald's në përgjithësi në Itali mua më pëlqen shumë. Derisa McDonald's në Greqi nuk më pëlqen thuajse fare. Marr gjithmonë po të njëjtat, mbase ka opsione të tjera që janë më të mira në Greqi. Më pëlqen një salt sour cream që e ka aty në Greqi edhe këtu nuk e ka fare. Por burgeri si burger në Greqi, 2 herë që e ka marr, to vitet e fundit që mbaj mend, të dyja herët ka zembarku pastaj. Goja leng. E do arrim në shtëpi fiks në orar që të ha edhe të pi ilaçin direkt. Po të prek prapë. Desinfektuam. U desinfektuam, po nuk më rrin dot larg. E atë që e ke tani sidomos me mustaqe. Jam I mirë. Nuk rezistoj dot. Ciao, grazie. Grazie. Je sigur që është e jona, më duket një çik shumë. Jona është McChicken, thotë po. Direkt te ushqimi sepse po ndihem që do më bjerë të fikt për pak, po nuk hengra. Kaq shumë uri kam sot, nuk e di pse. Mbasi se dhe din dark nuk hengra do një gjë kush e di çfarë. Hangra vetë të zjera kaq. Na u bëft mirë. Gjaket jam. Bëra pak editim unë. Kam vënë Klajdin të montoj një karige. Arritur një karige që është për bashkëpunim, edhe duhet të montohet që unë të arrit të filmoj të bashkëpunimin. Nuk e di ku do i fusa të karigen se është karige për obor
për balkon, edhe është mjaft e madhe, por gjithsesi them të filloj të përgatisem mjaltë. Na duhet një vazo bosh. Gjërat që unë zgjodha të vëm janë ara, lajthi, jam munduar të marr të gjitha bio, bajame. Dridhe moj bajame, dridhe. Bajame që thot kjo kënga, e ka fjalën që ajo goca e ka emrin bajame, që po e drejt. Apo e thot bajame si i themi gocave orush, e i thot to bajame. Se akoma se kam kuptuar. Do hedh brenda edhe farat chia që kam këtu. And obviously mjalti, arat, bajamet, lajthit, ti hedh pak të multi, grien të bëjmë pak më të vockla. Mirë do ishte isha ata që i shtyp pak, që të prite në mes. Më duket që vura shumë. Se ku do nxej mjalti? Transportoj këtu njerë? Do shtoj edhe farat qia, të bjejnë avash për brenda. Dhe stepi fundit është të shtoj mjaltin, do mundojmë pastaj disi, nuk e disi, ti trazoj. Edhe pastaj do mundemi të hajmë çdo mëngjes nga një lugë, nga kjo gjaja që ka shumë nutriente dhe bën mirë shëndetit edhe imunitetit. E dini çfarë, këshilla ime është që ta bëni njërë në njën tjetër, e pastaj ta fusni te kjo vazoja. Unë e pash te TikToku, edhe fusnin direkt këtu edhe bëra kështu. Po tani që nuk trazohet, me zor trazohet, se do e trazoj, okay, po më duhen 2 ditë pune që ta trazoj. Më mirë te kesh bërë në njën të thellë, kështu, që ta trazosh kollaj e pastaj e sposton te një kontenitor kështu. A dalësh Angela, dhe a dalësh. Ti mundesh të bësh çdo gjë në këtë jetë, po ta vesh në mendjen tënde. Tallu bur, tallu. Tallu bur, tallu, po do më kërkosh të hash nga mjalti e do të them jo. Mu lodh dora, edhe qesha janë dhe brenda. Të vi turp, se po të digjoj që po qesh. Aj, me ke po qesh? Me veten tënde se je budall. Mirë bën atëre. Ta provoj një lugë nga kjo që bëra, po e kam bërë të mirë, apo e kam bërë si sytë e ballit tim, nëse kjo s'është bërë për ëmbëlsirë, është bërë ashtu thoshte atje të paktën për imunitetin. Shumë mirë është. Mjalt me ara mos sikur çka kam bërë. Taran, disi kështu duket. Po është bërë pjesë gjithaj pjesa këtu, nuk e di si ta pastroj tani. Më bëra me mjalt. Mos di Robi një gjë ta bëj të sakt. Një gjë, një tek punë gjë e të di ta bësh të sakt. Jo. Mundeni obviously të vini shumë gjëra brenda te ky mjalti, mund të vini brenda për shembull fara susami, fara lule dielli, stak, fara lini. Fara lini te fara chia janë dy gjëra ndryshe. E pasha jo goca i the dhe 4 lugë vaj. Tani unë këtë nuk e bëra sepse nuk e di po do e ndjej në shije. Disa vejnë limon. Unë thash të bëj një version shumë më të thjeshtë. Po keni bërë ju do një version që është shumë i mirë, ju pëlqen tepër, na i shkruani, ta mësojmë edhe neve, ta bëj herën tjetër kur të mbarojmë këtë për shembull të bëj një gjë tjetër. Kemi të pulës që kishte marr mami, për supë kishte marr, i kisha në frizer. Po mua ma shpifen, çdo gjë që nuk është gjoks pule ma shpif. Të shoh mos jetë prishur një. Nuk mban erë të keqe, kështu që supozoj që nuk është prishur, gjë e shpifur. Nuk kam para bërë supë me mishpule në përgjithësi në jetën time. E njerë që e bëra me një recetë italiane dhe ishte pa orize, nuk më pëlqevi shumë. Supa me të cilën jemi rritur e jona shqiptarja më pëlqen më tepër. Kapu det tani. Njerë duhet të zjej pula, mish. Shofëm tani ç'a do ndrejqun me këtë recetën. Nuk e ishe më gjabati këtë. Jo. Ashtë një tjetër. Njerëz mua nuk më pëlqen kjo që bërë, më duket shumë e shpifur nëse. Unë ju them të vërtetën kur gatoj diçka, po më duket e mirë, u them. Nuk e kam provuar, po më duket shumë e shpifur nëse. Jo, e mirë. Ti është pak krip, no. Okej. Unë nuk do e ha për vetit se ajo kofsha pulës kur e coptova ma shpifi fare. Nuk mundem, unë po mos jetë gjoks, nuk e dua. Ti ke probleme. Kam, ti. Tani që ja bëra supën burit të hajt, se ai ka nevojë të hajë supën, unë do bëj një dush, sepse për atë gjë kam nevojë që të më qetësoj trurit, të ndjem më mirë me jetën time. Shumica e njerëzve komentojnë që i pëlqejnë mustaqet e tua. Pe? U kujtoj që kam të bisham këtë Christmasi. Po më duket që i kam shkurtuar pak te pjesa poshtë e këmbëve, nga tharësja e rrobave. Jo më duket është e qartë. Nuk e mbaj mend po i kisha bler kështu apo kështu kam bërë. Duhet i bëj fytyrës një peeling. Diem që ka shumë nevojë, por nuk kam peeling. Ka filluar tani mbas dite më ka hyrë një si tip stresi. Më ra humori edhe bëhet kështu çak, sikur ndezet e fik një dritë. Ka hyrë sikleti, ndiem që nuk bëj asgjë mjaft mirë, ndiem që nuk po bëj vlog maset mjaft mirë, ndiem që nuk po arrit të filmoj bashkëpunimet e mia mjaft mirë, ndiem që nuk pastroj shtëpinë mjaft mirë, ndiem që nuk kuroj për veten time mjaft mirë, e ndiem në përgjithësi që nuk jam mjaftueshëm. Truri im po më fletë, po më thotë, Angela, çdo që të bësh nuk është mjaft. Mendoj që është në përgjithësi një periudhë mjaft e ngarkuar për mua. Po afrojnë edhe festa, do i festoj larg prindërve, sepse biletat që të shkojmë në Athinë ishin mjaft të shtrenjta, edhe kjo gjë për shembull më krijon një trishtim, që avash supozoj që grumbulloj të bën atë efektin e vet brenda me.
meje. Dua t'ja dal me vlogmasin, por e kam të vështirë nga ana tjetër. Po mendoj çfarë arrita këtë vit, po mendoj gjërat që dua të arri vitin tjetër. Edhe në përgjithësi gjitha kjo bëhet sikur je brenda në një dhomë që fillojnë muret e kësaj dhome e ngushtojnë. Te po ndjej, edhe që mungon fryma. Nëse besoj që nesër pas nesër do më kaloj. Dhe erdhi ora për advent kalendar, do I hapëm këtu me Lushin, sepse sot nuk I kam dhënë mjaft atencioni, edhe prandaj po më lutet tani që ta përkëdele të ripak me këta. Të ka nxjerr babi, keni ndentër bas, më duket piksin sot nuk do e hapëm. Numri 9 që thoni është e vockët, po e shoh që për mini size po shkojmë, është kjo që duket shumë e bukur edhe është nail and cuticle scrub. Është për pjesën e thonjve. Unë këtë I përdor një herë në vit. Base. Ka erë të mirë, kështu që do I kem aty, edhe pse e small size do më dal për një 10 vjet të mirë apo një. Pse s'po mbyllet tani? Të bëjmë një dogmas. Të kalojmë një ditë me Lushen. Do jetë 16 orë gjumë. Kjo ishte video edhe për sot, e ne do shihemi nesër. Mua.